Komisioni i ligjeve ka miratuar në parim projektligjin për amnistin penale, nga e cila pritet që të përfitojnë 380 të dënuar, të cilët do të lirohen menjëherë, ndërsa 900 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi. Ministri i Drejtësisë, Toni Gogu, prezantoi projektligjin e amnistisë penale në Komisionin e Ligjeve, duke theksuar se nuk do të përfitojnë nga kjo falje personat e dënuar nga GJKK. Nga ana tjetër, deputeti demokrat Arjan Doja shprehu rezervat e tij lidhur me amnistin. Askush që është në jurisdiksionin e SPAK-ut dhe GJKK-s nuk përfiton nga kjo amnisti. Përjashtohen të gjitha vrasjet në rrethana celsuese, të gjitha krimet seksuale, trafikimi, terrorizmi, veprat zgjedhore, pastrimi i parave. Qofse ne bëjmë tamam amnistin për të arritur qëllimin, sepse 2 amnisti për 2 vite shpejt e lë shtek për interpretim politik, ndërsa në aspektin praktik kjo i sjell të mira edhe sistemit penitenciar. Mirë, po ka i problem që kam përshtypjen që do ta zgjerojmë pak të sjellëm një feedback ose një të mirë edhe organeve të sistemit gjyqësor. Amnistia penale pritet të miratohet në kuvend në seancën e 18 qershorit.